Mirëmbrëma. Na qojnë parti e vogël. Ka rase që dhe emren se thonë partijës tonë. Po na jena parti shumë e male dhe me 12 do të shofin edhe Dirama edhe Sali Berisha se sa madhe jena. Kena gjysën e qeverisë në burg. Ralla është Qipret me shkut tjertë. Po bëhen krime zgjellore. Po i marrin lirin njerëzve, si e si me votu për Partinë Socialiste. Pse keni frikë? Në kjo se ju keni punu mirë, poplit votën vetë, ju keni arë vetë këtu sot. Sot kena të bajmë me 2 qeverit korruptume. Një e Sali Berisha që ishte dhe tjetër e Diramës. Qa do të thonë Sali Berisha sot? Qa do të thonë shqiptarve? Në 2013 e kena përzanësit korruptum. Vjen sot thot e luftoj korrupsionin. Kush me luftu korrupsionin? Sali Berisha? E Dirama tallet me shqiptarët. Shkon e shkruan e për letra, thot do të marrë 88 mandate. Po me që i merë 88 mandate, pse hekni njerëz prej punet? Pse i bani presion njerëzve? Pse e fut policinë e shtetit tu bloku njerëzit se votojnë për Partinë Social-Demokrate? Për qa bani këtë? Po i qojnë venin në kolaps që nërkomtarët jo me lanë pasaport europiane, po mos më njohë zgjedhjet për i krimit zgjellor që bëbat në Shqipni. A shuj malë i vogël me ble vota, a shuj malë i vogël me bë presion. Policia i lidhën me krimin e organizum. Dhe këta thot shkruan letër 88 mandate. Më vjen keq për e Diramen. Me vjen keq për e Diramen që e ka marrë peng korrupsioni dhe krimi organizum. Se ku erdhin 2013 kisha shumë besim të kaj, që s'do të përfunoti ko ka përfunu sot. E Dirama ju laj 100 euro pensionistave, ju bleu votat. Mos ja jep një votën. Ato lek, po t'ja bate e Dirama 100 euro në muj, halal t'a votoshi. Po jo 100 euro se duhet me ilan votën ati. Ju bajthire të zgjidhë aty në që anë menim sociale. Mos votoni as njënën partijë se të dy janë të korruptume. Votoni Partinë Social-Demokrate. Kena 3 kancere në Shqipni. Një është kanceri që i flasim që s'ka ilaçe, është i kancer tjetër që quhet korrupsion që vret njerëz për ditë. Papa Ratzinger ka qujtë korrupsionin ma të rrezikshëm se një vras. Se një vras identifikohet kur ka vraj njeri. O shkon burg, o mshehet, kë është një vras që vret njerëz për dit. Vret njerëz kur shkojnë në për hipoteka, në për bashki. Ka shku 5.000 euro një leje legalizimit në Shkodër në Tiranë. Edhe këtë provokimin që na faturune ne këna pas
vetëm kryetarin e PSD-s Malxis Malli, i cili nuk ishte asnjë gjë paligjshme, që munohen t'ia faturojnë Partisë Social-Demokrate.